Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë, me fjetjen në Zotin të kryepiskopit të Tiranës, durësit dhe gjithë Shqipërisë, Anastasit, froni kryepiskopal mbeti vakant. Për këtë arsye, ne, kryepriftërinë që përbëjmë Sinodin e Shenjtë të Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë, u mblodhëm sot me 16 mars 2025 në qendrën sinodike në Tiranë, në kryesinë e hirësisë së tij, mitropolitit të Korçës Im Zot Joanit, në cilësinë e mbikëqyrësit të fronit kryepiskopal. Me thirrjen e Shpirtit të Shenjtë, sipas kanoneve të shenjta dhe statutit të Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë, duke paraqitur votat tona kanonike, vitryezën e shenjtë, kemi zgjedhur mitropolitin e Korçës, hirësinë e tij Im Zot Joanin, kryepiskop të Tiranës, në këtë orë të bekuar, e shpallin si kryebariun, mësuesin dhe udhëheqësin tonë. Hirësia e tij, mitropoliti i Korçës, mbikëqyrësi i fronit kryepiskopal Joani, hirësia e tij, mitropoliti i Gjirokastrës Dimitri, hirësia e tij, mitropoliti i Apollonisë Nikola, hirësia e tij, mitropoliti i Elbasanit Andoni, hirësia e tij, mitropoliti i Beratit Asti, hirësia e tij, mitropoliti i Amantias Nathanaili, hirësia e tij, episkopi i Krujës Anastasi. Pronëzimi i kryepiskopit të ri do të bëhet të shtunën në datë 29 mars 2025 në Katedralen Gjallja e Krishtit. Duke lavdëruar Perëndin Triadik, falenderoj kryepriftët e Sinodit të Shenjtë, udhëhequr nga hiri i Shpirtit të Shenjtë, për zgjedhjen time në fronin e nderuar kryepiskopal të Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë. Me përulësi, duke u bindur vullnetit hynor, pranoj këtë shërbim të lartë dhe premtoj se do ta zbatoj me devotshmëri detyrën time kryepriftërore. Do të respektoj kanonet e shenjta dhe traditën e shenjtë, e do të përpiqem me gjithë forcën time të mbroj të drejtat e Kishës dhe të udhëheq ligjin shpirtërore që më është mësuar. I vetëdijshëm për peshën e kësaj përgjegjësie, i lutem Zotit tonë Isu Krisht, themeluesit të Kishës, të më japë ndriçim, forcë dhe urtësi për të përmbushur këtë mision të shenjtë ndaj Kishës së tij. Me dorën time e nënshkruaj këtë zotim.